Në organizim të forumit rinor të fshatit Dobrosht, për 2 ditë me radhë u mbaj turneu i futbollit në sallë me moton Turneu Jusuf Azemi, ku morën pjesë ekipe me nxënës nga 10 shkolla fillore. Në ditën e parë të turneut garuan nxënësit e klasave të 6 dhe të 7, ndërsa në ditën e dytë nxënësit e klasave të 8 dhe të 9. Kryetari i forumit rinor të fshatit Dobrosht, Altina Eruli, për idenë dhe qëllimin e këtij turneu për televizionin Koha deklaroi: Ideja o natyrshëm, pasi që rinia e sotme e do futbolin, e do sidomos sporti, dhe e pashmangshme mos ketë organizime të tilla sportive. Sa i përket shpërblimeve për ekipet fituese, organizatori ka ndarë shpërblime simbolike. Çdo ekip deri në vendin e tretë kanë çmime simbolike, ka PR, medalje, shpërblet lojtari më i mirë dhe portieri më i mirë. Fituesi i këtij turneu doli ekipi me nxënësit e shkollës së Shemshovës, vendi i dytë i takoi ekipit me nxënësit e shkollës fillore Fai Konica të Dobroshtit, ndërsa vendi i tretë ekipit me nxënësit e shkollës fillore të Slatinës. Lojtari më i mirë i turneut u shpall Drin Ademi, ndërsa portiere Esma Hajrulli, e cila ishte vajza e vetme pjesëmarrëse në këtë turne. Ekipet fituese u shpërblyen me kupa dhe medalje.